Kështu që për ne them që ky ka ndërtuar mafia në shtet, sepse ky të gjithë veprimet i ka të kontrolluar dhe i ka të bëra vetë. Dhe ky pastaj ka krijuar gjithmonë alibira. Krijon alibi për të, krijon alibi për të, derisa vjen një moment që është puna e saj që çdo e keqe e ka një fund, çdo zullum do t'i dalë, këta do të merren me zullumin e vet atë çka kanë bërë. Zoti Merkoçi, dhe pyetja e fundit, a mendoni se rasti i Ergyes Agasit dhe lidhja e Edi Ramës me krimin organizuar mund të jetë pika e fundit që do të derdh kupën e gjithë aferave të tij në krye të vendit, dhe ky do të jetë rasti, po themi, që Shtetet Bashkuara të Amerikës mund ta përdor për të piketuar dhe targetuar një herë mirë Edi Ramën? Edi Ramën e ka të kapur me dosjen me Goninga, kanë të kapur me dosjen Sinaloa. Por e nxorën atë shell që nxorën non grada, i cili s'kisha si funksion, si posa, si që në momentin që nxorën non grada, nxorën bashkë me fotografinë e Ramës në zyrë. Pra, lajmi u jepesh me fotografinë e Ramës në zyrë. Një, që është pjesa kryesore. Pjesa tjetër, në konferencën e shtypit, kur Rama po bënte konferencën e shtypit dhe bënte atë deklarimin kundër Amerikës, Shtetet Bashkuara në faqen e ambasadës jepte një person i cili ka marrë shkollën dhe do vite të punonte në BK. Kështu që janë veprime të cilat Rama i ka të ndyrur, ta harroj që dosit nuk janë bërë, dosit janë bërë në Angli dhe në Amerikë. Dhe po të shofësh, goditjen e futbollit, erdhën nga Italia më duket, sepse Italia është edhe vija lidhëse apo ura lidhëse në mjet Amerikës dhe Shqipërisë. Kështu që nuk është se këta po i bëjnë këtu dhe i kanë gjetë këtu. Dosit janë bërë gati. Do edhe nuk kanë harru. Sa kur iku Belina që iku në Zvicër, ta që Belina ka vajtë për transfertën e parave, a doli që shkoj për transfer parave. Ju thash që janë edhe arrestu për këtë punë? Po. Se nuk flasin mediat. Këta mediat e famshme që ta i dinë, gjitha i bëjnë, gjitha këta dinë se kush do vetit, kush do pritet, kush do villet, kush do bëhet. E dishin që më përpara, për i thëmë as i bëhet në gjarë. Po këto që si thonë? Ku e kanë halën që si thonë? Kush e financovë? Sinaloa, kë financon tu, kë media financon, kë gazetar financon, se si thonë ta. Do dalë në gjitha pa tjetër. Po këta që i dinë gjoja. Se nuk i thonë ta. Se Sinaloa financon tu. Pastron parat, ka kulla. Shëditrisht ta nuk flasin. Dhe po të shofësh, tashmë janë në netim të gjithë oligarkët që quhen në Shqipëri. Dhe kjo është me vendim të Amerikës, nuk është me vendim të Ramës. Nuk është me vendim të Ramës, është me vendim të Amerikës. Dhe jo pa qëllime thash, ju kam thënë gjithmonë, do pastrohet një herë. Dhe do ngeli peshkun madh, do ngeli vetëm pa ujë, se do pastrohet ujë, do iki. Dhe kjo është forma që përdorin ata. Ne, ndoshta jemi të padurueshëm dhe themi që mua më vjen dhe keq, që pse duhet vi ta bëj Amerika, ta bëjmë vetë. Por kemi 83 vjet që komunizmi ka zënë rrënjë në Shqipëri dhe nuk shkulet, duhet një forcë e jashtme. Shqyqër Zotit, po na gjindën edhe një herë si 921-shin. Po na gjendën edhe njështë. Ate që bërë i Wilson, inshallah po e bo dhe këtë. Sepse rrugë tjetër nuk kemi. Se ky popull është aq i varfëruar, aq i terrorizuar, aq i pafuqishëm. Sikur ti thuash që spumëri çove dhe dil. Ai është në krevat, lëngon në krevat, ti thu çove dhe dil. Dhe populli shqiptar kështu është. Sepse në 35 vjet apo 83 vjet politika shqiptare kanë ndjek politikën e komunizmit për 35 vjet këta vetëm politikën e Sovjetës. Dhe pra ne kemi arritur të shpopullu vend. Një nga pikat kryesore është turp, sot në për kinkalerira, apo kjo s'ka çaj quj, në për dyqana, po shef Filipinez që shesi.
Rinia shqiptare ku është? Po, kush i bën këto punësime? Me i bë bashkia, bëram, me urdhra. Prandaj them, do zoti, ky vit e nis me kont marr. Megjithëse ka nis me vdekje, me aksidente, me vrasje, ku di po. Qofshin ka që nis me këmbë, por politika tieni të bindur që në këtë vit politika është shumë e tronditur. Po, zoti Merkoçi dhe i pyetje, nëse mund ta quajmë kështu në kohën shtesë të kësaj interviste, disa ditë më parë Agron Sheh ka zhvilluar një takim në ambasadën amerikane, gjë e cila është pasqyruar më pas edhe në faqen e ambasadës, konkretisht në faqen e Facebookut të ambasadës amerikane në Tiranë. A mendoni se Agron Sheh po përgatitet si element mjaft i rëndësishëm i opozitës që mund të trondit politikën shqiptare dhe mund të jetë një eksponent përballë Edi Ramës për t'i bërë atij opozitën që duhet, duke qenë se Berisha deri më tani nuk po tregon asgjë përballë Edi Ramës, dhe a e ka mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë rast vetë Agron Shehi? Që të përballesh me Edi Ramën e parë herë duhet të jesh njeri politik. Agron Shehi nuk është politik. Unë vjen keq. Politika nuk është. Gjë që e ka pranuar dhe vetë, nuk është se po ja them unë. Nëse kujtohet kur kandidoi për kryetar bashki, për kryetar të partisë me Lulzim Pashën, tha unë kandidoj, tha unë jam politikan. Gjëja e parë. Gjëja e dytë është ajo pjesa që pse të thotë Amerika që nuk do të thotë një gjë të madhe për shqiptarët. Nuk është ndonjë sinjal kush di se çfarë. Por ajo që unë do thoja që për mua do jetë një qeveri teknike, paktën tjetë me shqiptar, jo më me këta shqipfolësit, e me këta njerëz që në një mënyrë apo në një tjetër kanë drejtëhijet e tyre, gjë që mund të kapen kollaj. Shqipëria nuk vuan për një njerëz. Shqipëria vuan për atë që janë bllokuar njerëzit. Sepse politika shqiptare nuk ka lejuar kurrë të tillë të eci përpara, të dalë, të shfaqet. Se në momentin që shfaqet goditet, unë nuk duhet merrem me emra konkrete, por merrem me atë një qeveri shqiptare. Pra, që mos tjetë në rrugën e kësaj politike. Se në rrugën e kësaj politike janë të gjithë të përdyer. Me apo dashi, nuk e di, nga forma, mënyra, nuk e di. Por të them atë që të gjithë janë të përdyer. Agron Shehi, po të ishte që për mua, me që sot që jam edhe i djallë, duhet bënd atë fraksionin brenda partisë demokratike. Duhet lufton të bërë fraksionin brenda partisë. Se ishte deputet dhe kishte të gjithë mundësi për ta bërë gjë që nuk e bërë. Zgjodhi pjesën për të ikur nga partia. Por harron pjesën tjetër, se ta e parti. Partia nuk është e Berishës. Partia nuk ka themeluar Berishën. Partia prit janë të tjerë. Po baza e asaj partie gjithmonë ka qenë pjesa aksionare, kulagët, pronarë. Nuk kanë qenë ishat e partisë ndonjëherë baza. Dhe pse u degradoi Partia Demokratike në këtë lloj forme? Degradoi pikërisht se iku kjo bazë, u largua kjo bazë. Nuk është më. Dhe Agron Shehi ne pati mundësi për ta bërë. Megjithatë, inshallah e bën. Inshallah e bën. A do jetë javë? Se di. Nuk jap në garanci. Se nuk shoh as staf që të ketë. Politika nuk bëhet individuale, me një person. Duhet të ketë staf. Këka. Unë muzdia, ty të partia vetë këka. Nuk quhen staf të kalamaj që marrin këta. Dhe prapë po e mbyll, me atë, po që e brezi 30 vjeçar, do të shkatroj Shqipërinë, do vazhdoj të shkatroj Shqipërinë si që ka shkatruar do 83 vjetë. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj për gjithë argumentet dhe analizën këtu në Agora News. Faleminderit edhe juve.
Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.